People say I'm crazy. Just let them talk, but I really don't mind. You know, for me it's all a different story. Because I found what is so hard to find. Crazy about you, feels so good. I'm just crazy about you. Me biseda të thella, inspiruese, por mbi të gjitha jetësore dhe reale, ja ku jemi në një tjetër takim në çfarë nuk tregojnë femrat. Në çfarë nuk tregon zonja e nderuar që kemi sot, nuk do të ishte realisht pyetja e duhur. Ajo do të tregojë gjithçka për vete, por mbi të gjitha ka zgjedhur të ndajë eksperiencën e saj dhe mesazhet e forta për të gjithë ju që na ndiqni. Silvana Ngresi, faleminderit që je me mua. Faleminderit ty Viola. Gjithë stafet tuaj. Unë jam shumë e lumtur që të kam në studio, të kam në një nga ato modelet që ke dhënë për Vlorën dhe mbi të gjitha nga ato modelet që frymëzon. Ke ndihmuar shumë gra, shumë vajza, të cilat e kanë dashur nevojën tënde dhe mbështetjen tënde. Po kush është Silvana Ngresi? Atëherë, unë jam një qytetare thjeshtë e Vlorës. Kam lindur dhe jam rritur në këtë qytet, i jap kontributin në këtë qytet. Nuk jam larguar asnjëherë nga qyteti im. Profesionin i parë ka qenë mësuesia. Kam dhënë kontributin tim në shkollën e mesme të përgjithshme Alidemi, si mësuese. Dhe më pas, pasi humba bashkëshortin tim në vitin 2000 në një ngjarje tragjike, dëshmori Nat Dheut Ilir Ngresi, i cili nderohet nga gjithë qyteti dhe nga gjithë Shqipëria, dhe jo vetëm. Kam prej 21 vite që jap kontributin tim në strukturat e policisë së shtetit, duke kontribuar për viktimat e dhunës në familje dhe mbrojtjen e të miturve. Dhe jam shumë e nderuar që marr pjesë në këtë mision. Silvana, të them të ndryshoj dhembja e bashkëshortit apo u bëre më e fortë? Njeriu gjen forca që kur rëzohet dhe rëzohet keq, siç ra shumë dhe të tjerë kanë rënë shumë. Gjëja më e fortë është të dish të ngrihesh. Dhe ringritja bëhet për shumë arsye. Një nga arsye janë fëmijët. Unë u ringrita, e mora parasysh që fëmijët e mi nuk e kishin më baban e tyre. Dhe jam munduar gjithkohon dhe sot që djali i madh është 30 vjeç, të zvendësoj rolin e babait, të paktën kështu më është dukur. Ja ke dalë? Besoj ja kam dalë. Kush të ngjan nga fëmijët? Nuk po them fizikisht, por nga çështjet karakteriale. Na ngjajnë të dyve në të gjitha aspektet, por ata kanë një dhimbje që nuk e tregojnë, e fshehin gjithmonë nga unë, edhe nga të tjerët, edhe janë ashtu të të heshtur, me dinamikat e tyre, edhe e ndjej dhe mungesën e babait, si çdo fëmijë, që ndjej mungesën e babait, kur e humbasin. Për modeli yt tregon shumë. Nuk tregon vetëm për përgjegjësitë që more në jetë, por padyshim edhe ke një përgjegjësi shumë të madhe dhe në vendin e punës, se targeti me të cilën ju punoni, dashur pa dashur, është vulnerabël. Ka pasur momente që i e dorëzuar lodhjes, flas asaj lodhjes shpirtërore, asaj psikologjike. Shiko, të punosh me viktimat e dhunës në familje, është e thash dhe pak më parë, është një mision, po njëkohësisht përfshirë dhe emocionalisht. Bashkë me kolegët e mia atje, që kam pas kolegë shumë të mira, që qofshin oficerë e policia, po... Sa vite punë vajte Silvana aty? Atje unë kam 21 vjet puna. I kam mbushur 21 vjet dhe nuk e kisha menduar kur që unë do jepja kontribut në strukturat e policisë së shtetit, por të detyrojnë edhe disa arsye familjare që s'po i përmend. Dhe 2 dekada kontribut në dhunën në familje. Në dhunën në familje, në fakt, është 16 vite se kam dhënë kontribut dhe diku tjetër, por
vendosja aty në këto struktura më ka përfshirë shumë dhe emocionalisht, më ka përfshirë, me thënë të drejtën, po e kemi ndarë bashkë me kolegët. E kemi ndarë të gjithë bashkë. Edhe mi bërë një grup, sidomos në fillim fare kur shërbimet sociale të bashkisë ishin të brishta dhe vulnerabël dhe nuk ishin aq të strukturuara mirë. Në strukturat e policisë është bërë një sakrificë e madhe për të marrë me viktimat e dhunës në familje. Shumë e madhe. Për akomodim, për kontakt me familjarët e tyre, sepse komunikimi ishte për ne ishte momenti kyç që ne të komunikoni me të gjithë familjarët, me të gjithë. Do me thënë kanë qenë momente që ne përfshireshim, jemi përfshirë të gjithë. Dhe ai emocioni që thua ti po na ka shoqëruar dhe në shtëpi dhe më pas, në ditët e më pastajme, ku kontaktet me viktimat nuk kanë rreshtur. Jo vetëm ne aty, po ne kemi pasur një mbështetje shumë të madhe, qendrën psikosociale Vatra, e cila ka dhënë kontribut jo vetëm për viktimat e trafikimit, por dhe viktimat e dhunës në familje. Dhe ato vajzat atje, se duhet i quaj vajza, janë përfshirë dhe ato aq shumë sa përpos kapacitetit të tyre të pakët, ato janë munduar edhe të na ofrojnë komoditet dhe për raste ku nuk kanë pasur kapacitetet. Sepse kanë rënduar pastaj jo punën e tyre, problematikat e tyre si kanë apo monitorimet që ato kanë nga shërbimet të tjera, apo dhe ato kanë sakrifikuar shumë. Kështu që unë mendoj se kemi qenë një grup shumë i mirë këtu në Vlorë, një tim, një skuadër për të kontribuar te viktimat e dhunës familje që vazhdojmë ta bëjmë me shumë profesionalizëm, ndërkohë që janë shtuar dhe strukturat mbështetëse ligjore, do me thonë, të cilat ne na kanë dhënë dhe pak frimarje për të dhënë sa më shumë kontribut. Çfarë kërkojnë këto vajza, të cilat kanë kaluar këto eksperjenca edhe post-shokuese edhe post-traumatike, më shumë ndim për jetën, Silvana? E para e punës ato kërkojnë që dhuna të pranohet nga shoqëria, nga familjarët e tyre. Është edhe një fazë shërimi në këndvështrimin të pranimi i ekzistencës së dhunës? Po, patjetër. Dhe kjo përfshihet tek dinamika që popson shoqëria jonë. Patjetër që përfshihet edhe kjo. Sepse fillimisht ato kanë qenë të vetme në këtë protest kundër dhunës, kundër trajtimit të tyre nga bashkëshortët e tyre, apo dhe nga familjarët të tyre. Më pëlqeu shumë ajo që citove protest. Është terminologjia e goditur e dur, tamam, të vetme. Janë hasur ato me mentalitetin, me të gjitha janë bërë të guximshme, po prap kemi pasur dhe ngjarje të rënda. Silvana, pse kemi ne fajin në këtë shoqëri? Nuk po dua ta zgjedh maskiliste se ka për të folur për këtë, po pse kemi ne fajin? Bëjmë në zgjedhje të gabuara, edhe nisur nga eksperiencat e shumta që ke parë edhe ke punuar. Shiko, unë gjykoj, ka shumë shkaqe në fakt. Juve thoni si e kemi në fajin si shoqëri, këtë do të thua. Këtë dua të them, por edhe në shumë raste thua, ose dëgjojmë të na thonë që e ke ti fajin që të goditi bashkë. Po, Viola, e kemi. Ja, kjo është shumë e gabuar, Viola. Kjo është shumë e gabuar. Është shumë e gabuar dhe kjo vazhdon të jetë, sidomos në zonat se është mentaliteti, duhet ta pranojmë këtë. Aty ku banohet ne, për shumë po marrë zonat rurale, ambienti është me porosi shumë të vogël. E kupton? Dhe patjetër ai mentaliteti është shumë shtypës, shumë drydhës, që ajo të ngrej zërin. Që ajo kur ka një shenjë për shembull në trup se ja ka bërë bashorti apo në fytyrë, ajo kur shkon atje te qendra shëndetësore nuk thot rash, u rëzova, u vrava diku. E justifikon. E kupton, e justifikon, sepse do ta marri vesh babai i bashortit, nëna e bashortit, do ta marri vesh xhaxhai apo rrethi familjar dhe ai rreth nuk e ka akoma forcën, ndoshta disa prej pjesëtarëve të rrethit mund edhe ta, po nuk e shprehin. Nuk mund ta shprehin që ajo ka të drejtë. Nuk ja thonë që ti ke të drejtë. Po, me keqja është dhe kjo na dhëm gjithëve neve si kolega apo shërbimet sociale të bashkisë apo kudo, që ri atje se ne të kemi martuar dhe ku ja thot familjari i saj, nëna apo babai apo vllai, atëherë çfarë duhet të presi ajo vllai, si duhet, ajo është me dy zjarreve, mes nesh që i themi denonco dhe mos e prano këtë në këtë situatë,
sepse nuk është e mirë dhe për fëmijët. Edhe në krahun tjetër që i thotë ri atje, ne të kemi martuar, më fal për këto terma se janë po janë të përditshmërisë, janë të realitetit, po. Duhet i thyejmë kaq fort sa të japim dhe asaj forcë. Tani e mira vesh mos kishim nga këto raste, mos kishim denoncime dhune, po ja që ekzistojnë dhe mua më vjen shumë keq. Jam shumë e dhimbur dhe kujtoj gjithmonë se në një farë mënyrë e kemi menaxhuar situatën e dhunës me familjen në qytetin tonë, me shërbimet e bashkisë, me qendrën Vatra, me organizatat, jemi munduar qoftë me duke ofruar shërbime, qoftë duke bërë fushata sensibilizuese të gjithfarëllojshme, por prap nuk kemi arritur që t'i shpëtojnë dhe ngjarjeve të rënda. Dhe unë jam e dhimbur, siç e thash dhe pak më herët, për ngjarjen që na ndodhi në datën 2 në Orikun, që bashorti, mbyti bashortën dhe pastaj i dha fund dhe jetës. Po, rastimi. Nuk menduan fare as për fëmijët. Që nuk do të flas më shumë tani sepse janë ca situata. Por që mesazhi u dha. Po. Më dhëm kjo, se mua më vjen shumë mirë, jo vetëm mua, po gjitha dhe shërbimeve sociale në bashki që janë shumë kontributore të viktimave të dhunës së familjes, sidomos me ndryshimet ligjore, janë shtuar dhe stafet, pavarësisht se akoma janë të brishta dhe ka nevojë për tu riformatuar dhe për tu shtuar me specialistë, sepse kemi nevojë që komuniteti të ndryshojë, por përsëri në ndodhi ngjarja. Dhe ndihemi shumë mirë kur themi atje në statistika 0. Na ndodhi ngjarja dhe unë mendoj që gjithë jemi bashkëfajtor. Ka ndryshuar kohët? Jemi të gjithë. Jemi më të pavarura apo po, ka ndryshuar. Sipërfaqësisht jemi më të pavarura? Ka ndryshuar, po do them që ka dhe abuzime në këto raste të dhunës së familjes. Ka dhe, mos i përmendim tani. Ka dhe ndonjëra që mund ta toleroj, ta përforcoj pak atë gjën, po mos përmendim të raste, përmendim rastet që vërtet janë, që në shumicën e rasteve janë bashortet. Po dhe është shtuar trendi tani i bashkëjetuesve, trendi i bashkëjetuesve apo të rasteve kur janë në lidhje intime, sepse janë subjekti i ligjit gjitha këto tani. Ligji pësoj ndryshime të forta dhe të mira, sidomos pas ngjarjes që ka ndodhur pas disa vjetësh në Tiranë, ku i dashur i vrau në fakultetin e mjekësisë, në atë para fakultetit, vrau të dashurën e tij, për ke parasysh tani, ata jetonin në një komunitet, më duket, në afërsi të qytetit Lushqes, në rrethinat, edhe ke parasysh këto mentalitetet rurale ne i diskutojmë gjithmonë. Janë këto dhe pas atyre ndodhen ndryshime ligjore që ishte shumë mirë që ndodhen. Po janë këto pesha që na i ka dhënë shoqëria për t'i mbajtur Silvana? Po tashi, derisa jetojmë në këtë shoqërinë tu që ne vendosëm 1, 2, 3, 4 jemi me mentalitetin, me xhelozirat, me këto mendësitë tona, patjetër që janë bare shoqërisë. Patjetër do t'i mbajmë. Do t'i mbajmë ne që punojmë, ju gazetarët, do t'i mbajmë ne të gjithë që t'u aletësojmë dhe atyre barën, që ato të flasin. Komunikimi është gjë shumë e madhe për to. Pavarësisht se janë dhe këto linjat e kontakteve telefonike që ofrohen në qendrat, që ato mund t'i marrin vetë. Ka qenë dhe një ide dhe një projekt i Vodafonit, më duket ka qenë, që të kishin një aplikacion qellindritshëm braj kësaj, ta kishin telefonat e tyre, nuk e di tani, nuk është aplikuar, po do ishte mirë sepse kalon direkt ajo njoftimi. Kërkesa, për ndihmë. Por kemi një dhe raste ku nuk kanë telefona fare, kur bashkëshortët i heqin telefonat, apo ua monitorojnë. Me thënë ka lloj-lloj rastesh, kemi shumë llojshmëri rastesh, po kemi dinamika, kemi diversitet rastesh. Ne mundohemi shumë t'i menaxhojmë, qoftë bashkia, qoftë strukturat e qendrës Vatra, organizatat e grave me cilat që janë në Tiranë, që kemi bashkëpunime që ofrojnë një sistem i tërë. Po, një sistem i tërë që punon dhe është shumë mirë të punoj, sepse pastaj është dhe pjesa që është shtuar tani e suportit që u jepet atyre. Unë faktikisht në këto momente po të pyes si profesioniste edhe për opinionin i gjerë. Ne ndonjëherë jemi shumë naive. Jo ndonjëherë, por shumë herë, dhe prapë besojmë, rikthehemi tek situatat në të cilat ne kemi qenë të. Po. Ja, sa të shpeshta janë. Shiko, ja të marrim rastin e ngjarjes tragjike që na ndodhi
apo dhe raste të tjera, gjithmonë ato e maskojnë dhunën, duke thënë që kam fëmijët, mos të prish familjen, është babai i tyre, është ai që nxjerr të ardhurat, unë nuk mundem të nxjerr kaq shumë. Kështu që unë do ta pranoj dhe një pëllëm që ai do më japi, do ta pranoj ato dhunën psikologjike. Do ta pranoj jo vetëm nga ai, po dhe nga familjarët e tij, se ka dhe raste që dhe familjarët ushtrojnë dhunën psikologjike të bashortit dhe bëhet në bashk pastaj dhe më vulnerabël se ajo nuk ka kush të ndihet më, por ka bërë sa kompromise me veten, ka bërë sa kompromise që duhet i thyej, duhet jenë më të forta. Duhet në radhë të parë unë gjykoj që po flas tani dhe për brezat që rriten. Çdo vajzë duhet që të ketë në prioritetet e saj arsimimin e saj. Dhe duhet ta theksojmë. Arsimimin. Jo vetëm juve, po duhet ta theksojmë edhe si media ta përcjellim që të zgjedhin veten. Po. Sepse duke pasur një arsimim të mirë, ajo mund të edukojë fëmijë të shëndetshëm. Edhe gjithashtu do sigurojë ajo të ardhurë për familjen, dhe në moment që ajo nuk largohet, sepse unë kam një bashkëshort që siguron të ardhurat, le të jetë i dhunshëm, e mbyll këtë pjesën, e zbek këtë pjesën e dhunës, atëra nuk shkëputet prej tij. Po ata fëmijë pastaj që rriten me dhunën aty, psikologjike, fizike, të gjitha, po. Dhe kur ngjarjet janë akoma më të rënda që u mbet jetën nëna, babai do shkojë në burg, fëmijët ku do rriten? Në qendra sociale është mirë? Jo, s'është mirë. Fëmija duhet rritën në ambient familjar. Pra janë pasoja që ngelen edhe trashëgohen. Me trauma. Apo, siç ka raste që pasi ai i merr jetën bashortes, merr dhe jetën e vet. Jetën e vet, po. Dhe pastaj ka kuptim situata. Janë trauma shumë të rënda për fëmijët, janë trauma shumë të rënda për shoqërinë. Përcjell shpesh këtë ngarkesën e punës në familje? Se në nga jashtë gjykojmë që sepse kështu bënte edhe bashorti, nuk na e sillte në familje. Vazhdon me të njëjtin fortesë qëndrimi. Ndonjëherë dhe mund ta diskutoj, se unë të dy djemtë kam në fushën e drejtësisë dhe mund ta diskutoj, po jo, nuk dua. Kam plot mikesha atje në punë edhe në bashki edhe që i ndajmë kaq shumë se e di që ne komunikojmë edhe në fundjava edhe në ditë festash edhe jo komunikojmë. Po, nuk ka pushim. E ndajmë. Ka thashë më parë, ka një skuadër shumë të mirë këtu në Vlorë të trajtimit të rasteve të dhunës në familje. Edhe që duhet të përcillet edhe në media, më shumë fort, duhet të përcillet. Ja, është një këmban kjo dritarja jonë e podcastit. Duhet të përcillet, se që të shkoj atje ku duhet. Të shkoj mesazhi atje ku duhet, se vërtet ne flasim për modelin tuaj, për vetë Silvanën, për ta njohur edhe më shumë, po në të njëjtën kohë ne përcjellim atë mesazhin që duhet ta përcjellim bashkë. Që edhe gjëja tjetër që ne duhet të pranojmë edhe diversitetin e rasteve që na vijnë. Që do të thotë? Në kuptimin me shkollë të lartë, me shkollë të mesme, me arsim fillor, me e bën diferencën diversitetin e arsim? Më fal pak ja ta mbaroj lutem, komunitetet e ndryshme fetare, ato besimet që ato kanë, sepse na vijnë dhe gra, apo në shërbimet e bashkisë janë të mbuluara me ato të komunitetit musliman. E kupton, do me thënë gjitha, ne duhet i pranojmë. Jo, patjetër, ne duhet i pranojmë dhe ne duhet i pranojmë këto diversitete, komunitete që kemi dhe duhet i trajtojmë njësoj dhe kështu kemi bërë. Po, absolutisht, barazia gjinore, po. Patjetër, të gjitha, barazia gjinore, patjetër. E aspektit fizik, apo të gjitha, do me thënë, jemi trajnuar dhe shërbime sociale, jemi trajnuar që këtu të ketë një trajtim të barabartë, të ketë një barazi. Duhet të funksionoj kështu. Duhet të funksionoj kështu. Duhet të funksionoj kështu, Silvan. Duhet të ketë barazi. Patjetër. Pavarësisht se ligjet e thonë, po duhet të ketë realisht praktika e tregon, po. Në trajtimin e rasteve duhet të ketë barazi. Dhe kjo ka ndryshuar në strukturat e administratës, patjetër ka ndryshuar trajtimi, mirëpriten, dëgjohen, monitorohen më pas, telefonat janë të hapur. Shikoj ato vajzave shërbime shërbarkish që kanë telefonat të hapur në çdo moment. Sepse ajo gruaja dhunën nuk e ka vetëm nga e hëna deri të premten, mund ta ketë edhe në fundjavë, mund ta ketë edhe në ditë festash. Kështu që ne derisa kemi marrë këtë mision, shërbimet e bashkisë apo qendra vatra, apo patjetër që duhet të, sepse ato kanë nevojë të flasin, ndjejnë nevojën të flasin. Duan të flasin, duan të ndajnë dhimbjet që kanë. Duan të ndajnë.
Janë gati ato për jetën e rehabilituar? Shiko, ky tani rehabilitimi i kërkon dhe ky kohën e vet, sepse pranohen më nga shoqëria? Se në momentin që ne etiketohemi, e dim. Po, kjo duhet të jetë kjo pjesa e ekspozimit, do me thënë edhe unë, se ka pas raste që dhe janë filmuar, rastet janë ekspozuar, duhet jetë pak më e kornizuar, më e limituar, që mos të kornizohen, mos të përhapen kaq shumë, sepse e vuajnë dhe fëmijët këtë pasojën. Kemi ne akoma në shkolla etiketime nga fëmijët të tjerë që shiko, ky është ai që e qelloi babai, e ka dënuar të jenë, duhet të zhvishen nga këto gjëra, po akoma jemi, thash, shoqëri në tranzicion. Një shoqëri që duhet jemi më hapur, më pranuese, më ndihmuese, më bashkëpunuese. Rikthimi i tyre pastaj, ato muajt e parë, vitet e parë, është pak e vështirë, pastaj funksionon. Së rriten fëmijët edhe kanë dhe suportin e fëmijëve pastaj. Mama, në ndodhi, tashti, kjo ishte, do vazhdojmë jetën përpara. Dakord? Dhe ne mundohemi këto ta bëjmë. Historia jote, e jetës tënde, eksperiencat e shumta, të kam bërë të jesh më empatike në punën që ushtron, në praktikën tënde, apo je në natyrë t'ju? Shiko, unë thash që patjetër që përfshihem, dhe unë kam një kështu, e kam në karakterin tim që unë e kam gjithmonë komunikimin, ato të flasin. Biles psikologet që kemi, psikologia që kemi pasur, se tani për momentin është larguar, por që do zëvendësohet, një psikologe shumë e mirë që fliste goxha me viktimat e dhunës në familje dhe u krijonte atyre një komoditet. Se ato kishin ardhur nga një dhunë edhe pastaj vjen aty në një ambient, policia pak të tremb. Se vetë hija. Ndihesh mirë aty. Ndihesh mirë, është momenti i parë dhe ti vjen nga një situatë e ngarkuar, apo me një goditje në trup apo në fytyrë edhe do të gjesh një ambient tjetër aty ku vjen. Mundohemi që këtë ta kemi parasysh, t'u afrojmë, apo kur i çojmë te qendra Vatra. E kam pak skeptike ato të shkojnë në qendra Vatra, por u themi, atje është ambient shumë i mirë, atje të gjesh psikologe, atje të gjesh mikesha, të gjesh shoqe, po. Do ndihesh shumë mirë. Kështu që Silvana, çfarë është barazia për ty? Shiko, ne artikulojmë shumë barazin, sidomos tani që jemi në këtë kuadrin e kapitujve të Bashkimit Evropian, dhe thuhet barazi gjinore, barazi për personat që janë me aftësi ndryshe, barazi të komuniteteve fetare të gjitha llojeve. Kështu që është ajo që thashun pak më parë, ne duhet pranojmë diversitetin dhe të gjithë duhet pranojmë diversitetin kudo që jemi dhe duhet i pranojmë njerëzit ashtu siç janë. Ashtu siç janë dhe duhet ta kemi. Jemi njësoj, të gjithë jemi të barabartë. Para ligjit, para çdo gjëje, jemi të barabartë në trajtimin e politikave të ndryshme, duhet jemi të barabartë. Do thënë, në këto shërbimet e bashkisë që duhet të kenë në fokus politikat për të gjithë qytetarët, apo për dhunë në familje, duhet të jenë të barabartë, të gjithë të trajtohen në mënyrë të njëjtë. Sipas ligjit. Ku mendon se mund të kemi atë ndryshimin e vogël, por që ka ndikimin e madh? Flas në spektër të gjerë, në spektër social. Nuk flas vetëm te struktura, nuk flas vetëm te Silvana apo te Viola, se vërtet mund të bëjmë pak nga pak të gjithë bashkë. Duhet jemi mendje hapur. Duhet ta pranojmë tjetrin siç është dhe të komunikojmë, se gjërat zgjidhen në tavolinë duke komunikuar. Duke hapur dyert, duke i trajtuar gjërat me lishmëri. Unë kështu gjykoj dhe patjetër që duke ndëshkuar, duke u rritur ndëshkueshmëria dhe patjetër gjërat do funksionojnë më mirë. Patjetër do funksionojnë më mirë. Një arsimim shumë i mirë. Gjykoj që një arsimim duhet të ketë, unë kam dëgjuar tani për frite që do bëhet një reformë në arsim, qoftë për libra, qoftë për duhet një reformë, sidomos në arsim, duhet të ketë kurrikula të shumta edukative për brezat e rinj. Shumë kurrikula edukative, pavarësisht se mësuesit apo kurrikulat që janë ofrojnë këtë lloj shërbimesh, por
Apo dhe më falë, kjo përzgjedhja nëpërmjet portaleve, ka bërë që arsimit të forcohet, nuk diskutohet, sipas një konkurimi. Po patjetër duhet të jenë të përfshira shumë këto që diskutohen për shërbime sociale, shërbime psikologjike, që kanë hyrë shumë tani në arsim, sepse dhe shoqëria për shkak të edhe rrjeteve sociale, fëmijët, prandaj është futur dhe paketa e sigurisë në shkolla që është përfshirë prefektura, është përfshirë zyra arsimore e tjera me radhë policia, që ne të rrisim të ardhme të shëndetshme, që ne të rrisim një të ardhme që të jetë mendjahapur, mos të jetë agresive, mos të jetë bullizmja, artikulohet shumë tani, bullizmja artikulohet. Duhet të minimizohen. Në këta hapësirën që duhet bërtitur me këta zërat e ndryshëm, je e mendimit ose ndan mendimin dakordsinë që modeli këtyre të ushtruarit të dhunës në familje duhet thënë. Duhet ta ndash eksperiencën tënde, mos ta kesh tënde brenda 4 mureve të shtëpisë. Kam dëgjuar në eksperiencën e ndam bashkë që edhe unë vite më parë kam punuar me këtë target. Pa kohë po punova. Rrobat e palara thueshin që duhen larë në ambientet e shtëpisë tënde pa e kuptuar komshiu apo familjari. Është e drejtë? Mund të fitoj... Në qoftë se ka vazhduar me këtë gjë, me këtë mësi që ju e thatë, gjërat janë ndarë dhe keq. Duhet ta ndash gjën, sepse ti po e shikon që nuk po ecën ajo marrëdhënia jote me atë bashortin. Nuk po funksionon. Atëherë, në një situatë të dhunshme, brenda 4 mureve të shtëpisë, kur fëmijët e tu shikojnë këto situata, ka raste që personat janë të alkoolizuar apo me probleme narkotike, situatat janë të përditshme. Çdo mbrëmje, çdo drek. Atëherë, si do ta zgjidhësh ti këtë situatë? Do mendosh pa mendo për fëmijët e tu. Do të rritesh në këtë situatë të dhunshme? Është shumë e vështirë. Dhe në shërbime sociale, se policia i referon rastet pranë njësisë së mbrojtjes së fëmijëve kur dhuna kryhet në prani të fëmijëve apo ndaj fëmijëve. Edhe shërbimet sociale pastaj vazhdojnë trajtimin e rasteve, monitorimin dhe shohin që ka lënë ajo pasoja e dhuna efekte. Kështu që mësuar, Silvana. Nënat duhet të mendojnë më gjërë, më shumë. Prandaj bën dhe këto fshata sensibilizuese që ne të japim dhe informacione, se si ato të sillen e trajtojnë. Por nuk është problemi vetëm këtu, mendoj. Jo, nuk është. Tashmë nuk kemi më informacion të cunguar. Kemi mundësi të cunguar, po. Jo, nuk kemi, por ka dhe prej tyre që ka nevojë sidomos në zonat rurale. Sepse janë disa që janë dhe në zonat të thella, që ne i kemi trajtuar, kam pasur dhunë, shtëpia ka qenë në një zonë që mezi kanë shkuar dhe shërbimet, u janë ofruar nga shërbimet e bashkisë që të zbresin në një zonë më të afërt për shërbime për fëmijët, dhe bashortu nuk ka pranuar, së pari i bashortja. Ajo vetë? Po, ajo vetë, që ka pas dhunën, që ka pas, ajo që thot unë mendoj për fëmijët, nuk ka pranuar ajo vetë. Çfarë ke mësuar nga këto zonja, zënjusha? Ka mësuar. Është e vërtet. Ka pas një rast me 6 fëmijë me dhunë të vazhdueshme që kemi trajtuar prej kohësh. Edhe në Vlorë? Po, në Vlorë. Edhe kur jemi takuar, para disa kohësh u takuam se u përsërit ajo dhuna, kishte një pauzë, një periudhë kohë pauzë. Kur e pash fëmijët ishin rritur, ishte bërë ajo e zonjë vetes, osa mu bëqefi. Ishte ringritur. Kujdese për fëmijët, kujdese për bashortin që kishte me probleme. Ata fëmijët i mbante shumë mirë. Jetonin në një zonë pak larg në periferi. Dhe ja, thoshte, i çon fëmijët, i sjell, i merr, jemi shumë mirë ne. Se ishte dhuna dhe familjarët të tjerë. Ishin unifikuar bashkë. Edhe ishte ringritur goxhak, ishte marrë forcë, nuk ishte më ajo ndrudhura që na erdhi në fillim. Mëson nga këto. Mëson shumë. Po, mëson shumë, po. Është e drejtë. Forca e tyre të jep forcë. Çfarë po bëjmë gabim si shoqërinë? Çfarë po normalizojmë atë që është gabim? Se
Duke pasur parasysh mund ta them këtë. Thuaj ashtu siç e mendon. Nuk e di nëse mund ta them këtë. Se shikojmë që brezat e rinj, ose një pëllëm, ose një fjalë bullizuese, ose një ofendim, e marrin qesharake. Është kaq normalizuar kjo gjëja, Silvan? Shiko, nuk duhen pranuar. Jo, nuk duhen pranuar. Është ajo që duhet duash veten, të respektosh veten. Dhe nuk do ta pranosh. Do ta refuzosh dhe do të tregosh që jo më. Jo më. Mendoj që duhet jetë shumë e prerë. Për shoqërinë maskilite që ne kemi. Shiko, ka dhe shumë djemë që janë goxha të hapur, pranojnë, ndoshta dhe do me thonë atë që ka bërë një gabim edhe apo dhe vajza që ka bërë një gabim edhe patjetër nuk funksionon kjo lidhja. Do largohemi. Sepse ka dhe nga krau tjetër, i grave dhunë psikologjike. Po për të flasim pak, ne. Për këtë ne shprehemi pak. Duhet ta flasim dhe këtë. Edhe nuk e marrim seriozisht. Po. Ka dhe raste tilla. Po patjetër. Apo dhuna që ekziston midis prindërve dhe fëmijëve. Po, një tjetër formë. Fëmia ndaj prindit. Kemi raste të alkoolizuar, kemi raste narkotik që dhe prindërve udhëm shumë, udhëm jashtë mase. Duhet të ofrohen më shumë shërbime për këtë lloj kategorish. Qendrat që ti rehabilitojnë. Sepse ato pastaj sjellin dhunë. Qendra për të rehabilituar, për të organizuar gjithë shërbimet që të qofshin shëndetësore, qofshin sociale, që të shkojnë në qendra. Të rehabilitohen këta njerëz, se janë shumë të rinj që kanë nga këto lloj problemesh, për arsye të ndryshme. Duhet i rikthejmë, kjo është sfidë për ne, për shoqërinë tonë. Është sfidë. Është një sfidë që ne duhet të krijojmë mundësi këtyre të rikthejmë në jetë, të rikthejmë pranë familjes. Mos i lëmë ata prindur me kokë më janë. Kemi për të bërë. Kemi për të bërë shumë. Nuk është mirë që i artikulojmë të gjëra, po i kemi. Po që këtu fillon ndryshimi, të punuarit. Duhet të ofrojmë shërbime qendra. Sa e drejtë është shoqëria me njerëzit që nuk përshtaten, Silvan? E ke ndjerë këtë disbalancën? Po, pastaj shoqëria ofron kodin penal pastaj, dënimet. Duhet, janë dhe këto gjëra. Në momentin që një bashkëshort e vazhdon dhunën, patjetër që do marrë dënimin. Nuk kemi pse e tolerojmë. Ne kemi pas raste që mbas dënimit janë rikthyer në familje me mendësi tjetër. Po ka dhe raste që gjërat shkojnë dhe keq. Jemi në botën që po jetojmë më të lirë apo më të zhurmshëm, Silvan? Shiko, unë mendoj se jemi më të lirë. Pastaj në shqiptarë kemi që këtë pjesën e zhurmës. Në krim të ndryshe. Kemi, e ngrën pak, e ngrën. Po, dhe në një bisedë normale. Po, jemi më të lirë. Po, patjetër, se jemi më të lirë. Jemi. Po, se në një pjesë e jona kemi të afërmi që janë për botë, kanë... Po, patjetër. Edhe kemi gjitha këto, do me thënë lëvizjet, apo bashkëpunimet me organizatat, projektet e ndryshme, patjetër, na kanë krijuar një shoqëri, jemi më të lirë, patjetër. Kështu e gjykoj. Gjithë këto 2 dekadat e tua, i quan dhe ja quan mbi të gjitha vetes histori suksesi? Shiko, unë flasë edhe profesionalisht. Po, mësimdhëniem nuk do ta ndroja me asgjë. Sepse kisha bërë edhe një kompromis me vete në momentin që unë humba bashkëshortin, i cili na bën krenar gjithve, thash dhe më parë. Nuk do shkoja në strukturat ku unë jam, që kam dhe kontribut për dhënë në familje, por kisha bërë një kompromis që do zgjidhja familjen, po edhe aty e kam zgjedhur familjen, patjetër. E kam zgjedhur sa më të bëja dhe karrierë më shumë, po kam zgjedhur familjen. Tani besoj se shkoa për të bërë karrierë. Por e kam zgjedhur familjen edhe ja kështu. Është momenti që Silvana rizjet Shiko, do ta zgjidhja mësimdhënien për shumë arsye, më pëlqen të flas me njerëzit, plus se më ka pëlqyer dhe lënda që unë kam mbaruar shkollën biologjia, kimia, dhe kështu që ka ca pasione njeriu. Ke qenë sysh e egër? Jo. Në fillimet po. Pastaj më mësuan dhe nxënësit vetë se si të sillesha. Gjeta një çelës, një kod që funksiononte. Po, funksionoi shumë mirë.
funksionoi shumë mirë, edhe nuk doja ta ndaja, thash ta shkëmbeja me policin, po ja që edhe kjo eksperiencia atje më ka vlejtur, me njerëzit, me shërbimet sociale shumë gjë që ti jep kontribut, ti ndikon në diçka, ti jep nga vetja, ndihmon njerëz, është shumë gjë pozitive. Kuptohet me skuadra, me mbështetës, se ndryshe nuk e bëjmë dot vetë punën. Po spatëm koleg, bashkëpunëtor, shërbimet janë të cunguara pastaj. Çfarë do thotë të jesh i vlefshëm këto ditë? Të kontribosh në shoqëri, në shoqëri të lësh emër, të lësh gjëra të mira, të lësh të shpalosësh ide, mendime, një që njerëzit të ndihen mirë, të ndihen të pranuar, të ndihen të dëgjuar. Edhe pastaj unë mendoj se gjërat funksionojnë. Unë të falenderoj që ishe me mua. Gjithashtu të falenderoj. Të uroj të mira. Të uroj të rikthesh tek mësimdhënia, se tashmë je më e plotësuar në sensin që ke dhe të tjera eksperienca për të ndarë veç tëndes. Të forcës edhe të pushtetit të Silvanës. Të shohim, shumë falenderit Diona, ishte kënaqësi. Ne do të takohemi sërish së bashku në një tjetër takim në Çfarë nuk tregojnë femrat.